Ka ardhur koha e iftarit, tani po e thirrim ezanin. Do bëjmë iftar. Me njerë mas iftarit do e falim, burrat do falen këtu, në këto tepijat këtu, gratë shkojnë lart, mandej do vazhdojmë me ushqimin. Po letulen se cili, nëse ka nevojë shtrojmë tavolina tjera, shtrojmë edhe tavolina tjera. Nëse ka nevojë dikun shtohet në një karrik, shtoni 11 vetë, deri në 12 vetë mund shtrohen në një tavolinë. Zoti është përbleft. Profeti Muhamedi a.s. thot, ushqimi i një personi mjafton për 2, kurse ushqimi i 2 persona mjafton për 4. Kështu që ushqim do të ketë mjaftueshëm. Zoti është përbleft. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم تقبل منا يا رب. Do ta bëjmë duan lutjen e bukës. Mandej do I themi disa fjalë për këtë natë cilën jemi ndjerë sot. Mbashkoheni lutje. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërimi dhe lavdërimi I takon të madhit Zotit I cili na ka kriju dhe na ka bërë të mundur shka me ngrënë dhe me pi. Na ka bërë prej fesë të Tij të zgjedhur të cilën e zbriti për njerëzimin nëpërmes profetit të Tij. Na ka bërë prej atyre të cilët përmendin Zotin shpesh herë dhe pajanda. Rahmeti dhe bereqeti I Zotit qoftë mbi ata të cilët e kanë përgatitur këtë ushqim, të cilët e hëngrën këtë ushqim dhe të cilët gjenden në këtë vend. O Zoti I gjithësisë, shtonë I të mira tua dhe mos na mungo për nder më të madhit pejgamber lillahi al-Fatiha. Falenderojmë të madhin Zot që na mundsoi edhe në iftar të jemi së bashku në shtëpinë e Tij, në xhamin cilën shqiptarët para 80 e sa viteve themelun, e ne sot vazhdojmë rrugtimin që u nis para 80 viteve, vazhdojmë rrugtimin që është nis para 1400 e sa viteve,
Vazhdojmë rrugtimin cili u nis me njeriun e parë në këtë botë, Ademin a.s., cilin i Madhi Zot e krijoi dhe cilin e bëri që tjetë prej atyre që i nënshtrohen vullnetit të Zotit. Feja jon, feja islame, nëse përkthejmë në gjuhën shqipe do të thotë nënshtrim vullnetit të Zotit. Ishte Ademi a.s. i cili ju nënshtru vullnetit Zotit. Ishin të gjithë profetet e Zotit që erdhen pas tij, përfshirë Nuhin a.s., përfshirë Ibrahimin, Ismailin, Musain, Isain, Jesus, edhe Muhamedin a.s. Pra të gjithë ishin të dërguar të Perëndis që t'i thrasin njerëzit në rrugën e tij, që t'i tregojnë se cili është misioni i tyre në këtë botë, që t'jenë të lumtur, kenë jetë lumtur këtu në këtë botë, dhe t'jenë të lumtur kur do dalin para tij në ditën e gjykimit. Muji Ramazanit është muji cilin i Madhi Zot e dalloi prej mujve të tjerë. Në mujin e Ramazanit, i Madhi Zot dalloi 10 ditëshin e fundit këtij muaji. E në 10 netët e fundit këtij muaji, i Madhi Zot dalloi një natë, e cila është nata e Lejletul Kadrit, apo nata e Kadrit, e cila besohet dhe shpresohet që t'jetë sot në natën e 27 të muajit të shenjtë të Ramazanit. Është në këtë natë, para 1400 e sa viteve, kur i Madhi Zot i dërgon engjëllin, i cili ishte ngarkuar me shpalljen apo dërgimin e shpalljeve profetëve të Zotit, i dërgon Muhamedit a.s. Kura ishte duke meditu, duke qëndru, duke mendu thellë për qëllimin e krijimit tij, duke bërë pyetje vetvetes, duke mundu ta kuptoj se pse ekzistoj unë në këtë botë. Cili është qëllimi? I Madhi Zot ka kriju engjëj të cilët nuk kanë zgjedhje, ata bojnë çka i thot Zoti komplet. Nuk kanë gabime. I Madhi Zot ka kriju krijesa të tjera të cilat nuk kanë përgjegjësi. Pra qëllimi i tyre është krijimi këtu dhe shërbimi gjithçka përfundon këtu, që janë kafshët. Kurse në mes të këtyre dyjave, i Madhi Zot krijoi një krijesë tjetër, që është njeriu, që është krijesa më e përsosur, të cilin e bëri Allahu xhaleshanuhu prej trupit dhe prej shpirtit. Dhe ashtu si ka nevojë trupi i njeriut për ushqim, ka nevojë edhe shpirti i tij për ushqim. Nëse njëna prej këtyre dyjave neglizhohet, kjo krijesë, cilin i Madhi Zot e pruri në këtë botë, do të jetë e pabalancuar. Dhe nëse shohim sot krizën e njerëzimit në përgjithësi, stresi, ankthi, smundje të ndryshme, vinë nga neglizhenca e asaj që i thojnë ushqimi shpirtëror. Njerëzit me besim të fortë gjithmonë kanë jetë më të lumtur. Gjithmonë janë më të balancuar. Pra ata që e ushqejnë shpirtin ashtu siç e ushqejnë edhe trupin e tyre. E ushqimi i shpirtit është lidhja jote me krijuesin tënd. Lidhja jote me ato që të ka sjellë ty në këtë botë, dhe i cili dëshiron apo don prej teje detyra të caktuara, nëse ato i kryen ti do të jesh njeriu më i lumtur në botë. Po nëse ti shkput lidhet me krijuesin tënd, atëherë qëllimi yt do të jetë jo i qartë, do të jetosh me një vizion jo të qartë dhe do të jeta jote nuk do të arrijë qëllimin për cilin edhe je krijuar. I Madhi Zot në natën e Kadrit dërgon engjëllin e tij, Gjibrilin, engjëll që i kishte ardhur të gjithë profetëve para Muhamedit a.s. me shpallje. E dërgon dhe fjalën e parë me cilën engjulli e Gjibril i drejtohet Muhamedit a.s. i thot lexo. Edhe pse Zoti e dinte që Muhamedi a.s. nuk ishte shku në shkollë dhe nuk dinte shkrim lexim. Muhamedi a.s. përgjigj thot nuk di të lexoj. Lexo prap. Nuk di të lexoj. Herën e tretë i thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dhe vazhdon 5 versetet. Lexon në emrin e Zotit tënd i cili ka kriju gjithçka. E krijoi njeriu prej një gjaku të ngjizur, një nga etapat e krijimit të njeriu.
e nderoj njeriun me dije, e mësoj se si ta përdor lapsin penën. 5 versetet e para, profetit a.s. me fjalën e parë, lexo, studio, dhe gjëja e parë që përmendet është lapsi shkrimi. Pra shkrimi dhe leximi, dija është ajo që ty të ngrit lart, dhe nëse don të afrohesh te Zoti sa më tepër, studio sa më tepër, bëhu sa më i zgjuar. Sa më i ditur që je, aq më mirë do ta kuptosh, do ta njeh Zotin, dhe sa më mirë që e njeh Zotin, aq më mirë do t'i bindesh atij, dhe sa më tepër që i bindesh atij, aq më i lumtur do t'i jesh ti në këtë botë. Ajo që është edhe më e rëndësishme, në botën tjetër do të shpërblehesh me xhenet, me parajs, cilin i Madhi Zot e ka përgatit për të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij. Pra në këtë natë filloi shpallja e Zotit, shpallja e fundit për njerëzimin. Vula e të gjithë pejgamberëve erdhi dhe këtë natë i Madhi Zot e vlerësoi shumë lart. Në një nga kapitulat e Kuranit, i Madhi Zot thot: Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbrit Kuranin në natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr. Kush tregon ty se çfarë është nata e Kadrit? Mandej vazhdon: Lejletul qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj. 1000 muaj është një jetë njeriu, më tepër se 83 vite. Veprat e mira që bëhen në këtë natë, në natën e Kadrit, kanë vlerën e 1000 muajve vepra tuaja. I Madhi Zot këtë shpërblim ja u dha pasuesve të tij që t'ju jep rast që të kthehen dhe të fitojnë dhe të shpërblehen sa më tepër. Allahu xhaleshanuhu ka mjaft. I Madhi Zot nuk ka nevojë për adhurimin ton. Ne jemi ata që kemi nevojë për adhurimin e Zotit ton. Kështu që i Madhi Zot na dha çdo mundësi, e sidomos gjatë muajit Ramazanit, të kthehemi sa më tepër tek Zoti, të veprojmë sa më mirë, të agjërojmë këtë muaj, të falemi netëve të tij, dhe kur dalim prej këtij muaji i Madhi Zot premton, nëpërmes profetit të tij thot: ai që ka agjëruar muajin e Ramazanit do del prej Ramazanit, nëse ka agjëruar me besim në Zotin, me besim në shpërblimin e tij, del prej këtij muaji pa asnjë gjuna. Ai që falet gjatë netëve të këtij muaji me besim në Zotin, me shpresë shpërblimin e tij, do del prej këtij muaji pa asnjë gjuna, pa asnjë mëkat. Pra i Madhi Zot dëshiron që ne të pastrohemi. I Madhi Zot dëshiron që çdo vit gjatë Ramazanit ta përtrijmë imanin ton, ta forcojmë atë dhe me energjinë që marrim gjatë muajit të Ramazanit, ta vazhdojmë pjesën tjetër të vitit. Sahabët, shokët e profetit a.s. 6 muaj para se të vinte Ramazani, i luteshin Zotit: o i Madhi Zot, na mundso ta presim Ramazanin, sepse e dinin vlerën e madhe të tij. Dhe kur vinte Ramazani, vepronin në maksimum atë që kërkonte Zoti prej tyre. Pas kalimit Ramazanit luteshin: o Zot, na prono agjërimin, veprat tona që i kemi bërë të mira gjatë muajit të Ramazanit. Pra i tër viti, tër jeta e tyre ishte e lidhur me Ramazanin. Kaq vlerë të madhe ka ky muaj, sepse këtë muaj i Madhi Zot e dalloi, ja dha shpërblim ummetit fundit. Në këtë muaj zgjodhet që mesazhi i fundit prej Zotit të vijë, pra Kurani. Në këtë muaj muslimanët arritën fitore pas fitore, pra është muaji i begative dhe mirësive të shumta. Ne do të flasim edhe më tepër pas faljes së teravive në këtë mbrëmje. Unë shfrytëzoj rastin që tani të falenderoj familjen e cila ka dhënë sot këtë iftar, ka semrama me familje, Zoti e shpërblef dhe ja shtoft gjitha të mirat. I baft ata që t'jenë ndjekës të denjë të rrugës Zotit dhe jo pranoft lutjet e tyre, ju dha shëndetet mira dhe i rujt nga çdo e ligë. Dhënia e iftarit për të tjerët ka një vlerë shumë të madhe. Profeti ynë Muhamedi a.s. thot: ai që jep iftar një agjëruesi ka shpërblim sa ai që ka agjëru. Pra mundohu dhe në këto ditë që kanë mbet, jepi diku iftar, qoftë edhe me një hurmë edhe një gotë ujë, që ta merresh atë shpërblim. Kurse ai që vjen te ti dhe bën iftar, atij nuk i mungon shpërblimit e Zotit. Pra Zoti don që ne të na shpërblej sa më tepër, duke u lidhur mes veti, duke
qenë sa më afër njëri tjetrit, qoftë edhe në për iftare si kur është ky. Pra Zoti është përbleft familjen Ramaj që na ka bashku sot, e inshallah do të bashkohemi edhe hera tjera. Unë këtu, me që jeni në numër të madh, do të përmendje edhe disa obligime para daljes prej muajit Ramazanit. Përveç agjërimit, profeti alayhis salam na mëson që ata që kanë agjëru, që agjërimi i tyre të jetë i plotësuar, i rumbullaksuar, të ju falen edhe ato gabime që kanë mund të kenë, duhet t'japin vitrat. Vitrat janë një shujt apo ushqimi për një person gjatë dite, që ne kemi llogarit afërsisht $15 për çdo antar të familjeve tuaja. I Zoti i shtëpisë ka obligim për çdo antar të familjes, qoftë fëmijë, qoftë i rritun, nga një vitër ta jep gjatë Ramazanit deri para faljes së Bajramit. Ato të holla shkojnë për njerëzit e varfër, ato nuk shkojnë në xhami. Vitin e kaluar i kemi dërguar për jetimet e Ballkanit në Kosovë dhe për një familje tjetër në Tiranë, i kemi nda për gjysmë. Edhe këtë vit do të gjejmë jetim apo familje që kanë nevojë dhe do t'ja u dërgojmë. Këtu kemi 2 baksa. Njëri është për vitrat, ata që dojnë t'i japin $15 siç thash për antar familje, llogaritës antar familjes ke dhe hudhe atje, ato para do të shkojnë për njerëzit që kanë nevojë, sidomos për jetimet. Kurse kjo natë është tepër e vlefshme, çdo vepër që vepron siç thash, shpërblehet sa 1000 muaj të bësh të njëjtën vepër. Nëse dikush dëshiron të jep donacion, pse mos ta zgjedhën këtë natë, e cila është nata më e vlefshme e vitit? Pra, nëse dikush dëshiron të jap donacion, mund të japni, është baksi tjetër, janë të dy aty, kështu që shfrytëzojeni këtë natë. Nëse ne kemi arritur shpërblimin e natës Kadrit, nëse $1 ke dhënë, sikur e ke dhënë për 83 vite pa ndalim atë dhurat që ke dhënë për hir të Zotit. Kështu që mos dilni pa dhënë diçka për hir të Zotit. Për shpërblimin tuaj, për të mirën tonë dhe familjeve tona. Nata e Kadrit, siç thash, është nata më e vlefshme. Le të mundohemi të veprojmë në këtë natë apo ta kalojmë këtë natë duke ju lutur Zotit, duke u falur, duke lexuar Kur'an. Kjo është nata në cilën edhe vendoset për fatin tënd gjatë vitit që vjen. Prej sot deri në vitin tjetër, sot do të vendoset se si do të jetë jeta jote për vitin në cilin po hym. Edhe në atë natë kur vendoset për një vit çfarë do të ndodhë me ty, është më mirë ti jesh duke ju lutur atij i cili vendos për ty, pra duke ju lutur të madhin Zot, ma bëj këtë vit të mbar. Tu ju lut për nevojat që ke ti. Kështu që mos e kaloni këtë natë kot, por lutni Allahun xhaleshanu, sepse lutjet janë ato që pranohen në këtë natë të madhe. E lut të madhin Zot që agjërimi i gjithë juve që keni agjëru të jetë i pranuar dhe dilni prej këtij muaji me mëkate të falura. E lut të madhin Zot që gjithë ata që janë falur gjatë netëve të tij, Allahu t'i shpërblon dhe t'i pastron prej mëkateve. Lut të madhin Zot që edhe ata që nuk kanë pas mundësi për shkaqe të ndryshme, edhe ata t'ja u pranon lutjet e tyre dhe t'ju mundson që të vazhdojnë të agjërojnë në të ardhmen dhe të binden sa më tepër që rruga e vetme e cila çon në shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër është rruga e Zotit dhe përgjigjja ndaj thirrjes së tij. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoft, inshallah keni gjithmonë gëzime dhe mirësim familjet tuaja, Zoti ju pranoft gjitha lutjet e mira, e inshallah do të vazhdojmë edhe më tepër mas faljes namazit teravive. Në vitet që kaluan i kemi falë teravit në këtë sallë, edhe sot inshallah do i falim aty. Nëse dikush për ndonjë shkak nuk mund falet, vitin e kaluar kemi pas ankesa se kanë bisedu njerëzit anash dhe ju kanë humbur përqendrimin në namaz atyre që janë falë. Kështu që ju kisha lutur që t'i bashkohet, na bashkonin falje, nëse jo, atëherë nëse ka fëmijë cilit mund të lozin apo diçka, është xhibi, le të kujdeset dikush për fëmijët që të ketë sa më tepër qetësi në këtë sallë gjatë faljes së namazit teravive. Është namazi më i vlefshëm i vitit, është nata më e vlefshme e vitit, ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundur. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoft, e inshallah do vazhdojmë me teravih dhe me fjalën tjetër mas namazit teravive në këtë sallë. Zoti ju shpërbleft.
Dua të falenderoj edhe miqët tanë të feve tjera që kemi këtu, kemi disa që u takova, erdhën përshëndetën, Zoti ju nderoftë, ju shpërbleft. Agjërimi është tradit edhe e feve krishtere apo qifute, gjitha aty që Zoti ju ka zbrit libra, edhe ata e kanë pas obligim agjërimin sikur e kemi ne, kështu që ju i falenderoj për vizitën e tyre, për ndërimin që kanë ardhur këtu me ne. Zoti ju shpërbleft, nderoftë dhe inshallah gjithmonë jemi bashkë afër dhe të dashur me njëri tjetrin. Zoti ju shpërbleft. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi këtu në qendrën islamike shqiptare në Harper Woods, ku kremtohet nata e Kadrit. Është nata më e shenjtë e besimit musliman. Është një natë të cilët muslimanët të cilët kanë mbajtur muajin e Ramazanit gjatë gjithë këtyre kohëve bëjnë lutjet e radhës dhe lutjet e kësaj nate janë nga lutjet të cilat janë gati të zëvendësueshme me gjithë periudhën e këtyre lutjeve. Është një ngjarje e bekuar për besimtarët musliman. Ne ishim këtu në këtë qendër para faljes së vaktit të iftarit, ku ushtrua iftar për të gjithë besimtarët të cilët ishin këtu për të falur dhe për të kremtuar këtë ngjarje të bekuar të besimit islam. Ne ndoqëm edhe ceremoninë e faljes, lutjen e ezanit dhe dëgjuam edhe fjalën e Imam Shuaib Gërgurit në fund të kësaj ceremonie. Kështu u mbyll dhe kjo ceremoni e kësaj feste të bekuar të besimit islam me lutjet e teravit e natës të kësaj nate të bekuar. Është pikërisht nata e Kadrit, nata kur Kurani ka zbritur në tokë, nata kur besimtarët musliman kanë marrë fjalën drejt për drejt, fjalën e Zotit. Miru takoshim në takimet tjera.